që të përfundohet nesër konstituimi i kuvendit? Fatkeqësisht mbi bazën e deklarimeve të partisë në pushtet, por edhe qëndrimit opozitar dhe gjitha zhvillimeve tjera që ndërlidhen me këtë çështjen e dorëheqjeve, fatkeqësisht nuk pres që as nesër të përmbyllet konstituimi i kuvendit, dhe atë për të paktën dy arsye, njëra prej cilave është procedurale, tjetra politike. Të paktën gjatë ditës së sotme nuk janë dorëzuar në kuvend 15 dorëheqjet e ministrave, pra secila dorëheqje individualisht në administratën e kuvendit, që në kupton se me gjas nuk do të ketë votim të raportit as gjatë ditës së nesërme. Në anën tjetër, në aspektin politik, duke që lëvizja vendosje vazhdon të mos i ketë numrat e nevojshëm për kalimin e raportit në fjalë, me që rast, unë besoj që do të tentohet që të blihet edhe më tutje kohë qoftë përmes insistimit që dorëheqja e kryeministrit në atë letrën që në fakt nuk ishte formalisht dorëheqje, të mbetet ajo e cila merret në konsiderat. Mirë, por në anën tjetër Kurti Pathiu sot deklaroi që praktikisht nuk mund të bëjmë më shumë se kaq, ndërkohë pam edhe sidomos Lumena Abdigjikun ishte i qartë që ata insistojnë si LDK që në mënyrë që të votojnë pro, pra dhe të përfundot procesi i verifikimit të mandateve, fillimisht qeveria duhet t'jap dorëheqje. Tani, a ka hapësirë besoni që të kryet kjo punë dhe njëra palë të shojpe, apo ne do të kemi kësi luft fjallësh dhe do e shojmë që dhe nesër, si që thënë jo, indikacionet janë që nuk do të përmbyllet? Unë besoj e realitin që kemi luft fjallësh, sepse kemi mungesë numrash. Po të ishin numrat, s'do të kishim fare luft fjallësh, do unë besoj që kjo çështje vetë se do të ishte zgjidhur, por në mungesë të numrave, unë nuk besoj që do të ketë lëshim për, ndonë se formalisht e ligjërisht qëndrimi i kryeministrit në detyrë Kurti se i njëti nuk mund bëjë më shumë se aq, është edhe i paqëndrueshëm edhe i pasakt, pra mund bëhet më shumë se kaq, nevojitet një letër e plotë të dorëheqjes, por të cilës i rrihet pas, në kuptimin që nuk mund pretendosh një ditë më herët në këtë rast gjatë ditës së djeshme se ke dhënë edhe efektivisht dorëheqje, në anën tjetër të vijosh ta mbash pozitën në fjalë duke mbajtur së mbledhjet të qeverisë. Po në këtë pikë besoj Eugene ke vrejtur se kryeministri bile ju ka referuar edhe së kaluarës kur edhe ish kryeministrat janë dorëhequr për kanë vazhduar të jenë në detyrë, sepse kjo është një çështje e cila është edhe interpretimesh, apo jo? Si presni ju realisht? Cili është gjykimi juaj? A nuk duhet as pak as të paraqitet në zyrë, zoti Kurti, apo çfarë duhet ndodhë? Unë besoj që në ratë parë, rastet apo preferencat nga legislaturat e kaluara nuk është se janë valide për të paktën dy arsye sërish. E para është në atë kur nuk ka pasur ligj për qeverinë, që është faktori bazë mbase më i rëndësishmi, por në anën tjetër edhe në dimensionin politik nuk duhet harruar që nuk mundet që duke u thirrur në diçka apo në një veprim të paraardhëse që e ke konstatuar që është gabim. Pra lëvizja vendosje ka pasur qëndrim kritikues ndaj të gjitha rasteve kur kryeministrat në detyrë kanë marrë vendime dhe kanë qëndruar në detyrë, tash po thirrën në shembull që këta vetë i kanë kritikuar. Por sidoqoftë për te kësaj pjesës së diskursit e retorikës politike, unë besoj që çështja qendrore është ekzistimi i ligjit për qeverinë, e që paradoksalisht është i miratuar nga kjo shumicë parlamentare. Po në 2022. Po, andaj unë besoj që në fakt këtu nuk ka edhe atë shumë hapësirë për interpretim, ligji është i qartë, kryeministri Kurti bashkë me secilin prej 15 ministrave të tjerë që kanë fituar mandat duhet japin dorëheqje formalisht, ti depononin këto në zyrën e sekretarit qeverisë dhe të procedohen tutje. Dhe unë besoj që është e udhës që të mos mbajmë mbledhje qeverisë për çështje të parëndësishme në esencë, për shkak se nuk duhet harruar ligji në fjalë ja ndalon dhe ja kufizon kompetencat qeverisë për çdo vendimarrje e cila nuk ka karakter të domosdoshëm e që nuk është pjesë e planit punës dhe buxhetit fiskal për këtë vit. Rrjedhimisht këto vendimet për udhëzime administrative, për mbrojtje të rrëqebullit e këto të tjera, besoj janë më shumë një përpjekje për nxitur një lloj përplasje politike në mes të akterëve parlamentar, sidomos me partitë opozitare, por që në esencë nuk e kuptoj sepse ka nevojë që të insistohet
kështu pa kuptimshëm në mbajtjen e një takimi dhe ushtrimin e funksioneve për cilat gjatë ditës është deklaruar që po jep dorëheqje. Në anën tjetër, sa i përket argumentit që mbetet vendi pas zot shtëpie, kjo po ashtu nuk qëndron dhe në fakt është argument i rrezikshëm për të paktën dy arsye. E para dhe më kryesorja është që në sistemin ton juridik, vendi nuk mbetet pas zot shtëpie sepse ka mekanizma shtetëror, që shkruajnë përtej emrave të përveçëm dhe individëve. Pra nuk është se e bën shtetin Albin Kurti apo cili do nga 15 ministrat e tij. Në fakt, ekzistimi dhe fatmirësisht jemi në një situatë ku zëvendës kryeministri i parë nuk ka qenë pjesë e garës zgjedhore dhe njëti mund të ushtrojë këto funksionet e themi tranzitore dhe të një qeverie në të vërtetë në detyrë. Vetë se dhe besoj, edhe ju e keni qartë që ka pak paqartësi qoftë edhe juridike, edhe ligji nuk precizon edhe aq mirë, pra ka mbetur një farë fushe e interpretimeve, për shkak se dikush mund thotë, në fakt jo dikush për pushteti edhe po thotë se në situatat jashtëzakonshme çfarë ndodh në vend, pra nuk mund të ketë edhe vakum pavarësisht situatës cilën gjendemi. Në radhë parë, Eraldin, ligjet nuk shkruhen duke parashikuar situatat jashtëzakonshme. Në fakt, situatat e jashtëzakonshme kërkojnë zgjidhje politike, dhe nuk besoj që do të kishte ndonjë parti që në rast të një situate më të jashtëzakonshme nuk do të mblidhej për ta zgjedhur shpejt e shpejt një qeveri, nëse po të ishte ajo me të vërtetë çështja. Në anën tjetër, këto çështje sidomos të sigurisë që janë përmendur, ato nuk është se ka ndikim domethënës e që pa kryeministrin e ministrit e punëve të brendshme, për shembull, nuk zbaton urdhrat policore, sepse fundja policia në planin operacional është e pavarur nga ekzekutivi. Kjo është e saktë. Nuk është se ministri i punëve të brendshme i tregon se si duhet të shkohet në një anë apo në anën tjetër nga ana e organeve të sigurisë. Mirë, besoj e keni parë letrën që sot presidentja e vendit Vjosa Osmani ka publikuar, ka dërguar kryesuesit Dehari, ajo në fund shpreh një gatishmëri të saj që në rast se është e nevojshme edhe mund të thret një takim me zotin Dehari, por edhe partitë politike.